nderuar pranishëm, dashamirët e librit, të artit, kulturës dhe të historisë e qytetit tonë. Sot jemi mbledhur për një ngjarje të veçantë, me promovim libri që nuk është thjesht një akt letrar, por një përulje para kujtesës kulturore të Klinës. Libri që po promovojmë kushtohet shtëpisë së kulturës, një vend që për shumë kohë ka qenë zemra shpirti artistik i Klinës. Aty ku janë gjitur në skenë aktorët e parë, janë kënduar këngët më të bukura, janë dëgjuar poezitë më të ndjera, janë shfaqur dramat që në kanë lidhur bashkë. Aty ku është shkruar një pjesë e rëndësishme e identitetit tonë kulturor. Përmes librit Gjysmë shekulli i shtëpisë së kulturës Jona e Dugaxhinit në Klinë, autorët Ismet Krasniqi dhe Prand Buzhala naftojnë një udhtim përmes kohës, me histori, ngjarje, personazhe dhe emocione që kanë ndërtuar këtë institucion dhe kanë kthyer në simbol të qytetit tonë. Promovimi i këtij libri mbahet në një ditë që ka një simbolik veçantë. Sot është dita botërore e librit, e kjo ngjarje mbahet në patronatin e kryetarit të komunës së Klinës, zotit Zenoni Lezaj. Në emër të institucioneve komunale, e ftoj për një fjalë rastin e kryetaren e komunës zonën Maqe Tanushi Selmani. Të nderuar të pranishëm, dashamirë të fjalës së shkruar, dashamirë të artit dhe të kulturës. Komuna e Klinës sot shënon një ditë të veçantë, pasi kemi mundësinë të prezantojmë një vepër të rëndësishme që pasqyron historinë, kulturën e pasur të komunës së Klinës. Nëpërmjet librit Gjysmë shekulli i shtëpisë së kulturës Jona e Dugaxhinit në Klinë, nga profesori Ismet Krasniqi dhe Prand Buzhala. Ky libër është një pasuri e çmuar që na sjell një pamje të thellë të zhvillimit dhe të kontributit të shtëpisë së kulturës në pasurimin e jetës kulturore dhe artistike të këtij rajoni për më shumë se gjysmë shekulli. Në emër të kryetarit të komunës së Klinës, drejtorisë për kulturë, rini dhe sport dhe në emër tim personal, falenderoj autorët për punën e jashtëzakonshme dhe dedikimin që kanë treguar në hartimin e këtij libri. Ai është një testament i padiskutueshëm i pasurisë kulturore dhe historike që ka lënë shtëpia e kulturës për brezat e kaluar dhe për ata që do vinë. Ky libër është gjithashtu një frymëzim për të gjithë ne që të vazhdojmë të mbrojmë dhe të zhvillojmë kulturën tonë, duke pasuruar me tej aktivitetet me evenimente dhe ngjarje që pasurojnë vlerat më të mira të shoqërisë sonë në përgjithësi në qytetin tonë të Klinës. Shpreh mirënjohje të thellë për aktorët, qytetarët, për gjithë ata që kanë kontribuar në realizimin e kësaj vepre. Ky libër do të shërbejë si një kujtim i rëndësishëm për brezat që vinë dhe do të vazhdojë të jetë burim frymëzimi dhe njohurie për të gjithë ne. Faleminderit dhe suksese aktorëve dhe të gjithë që e mbështesit këtë iniciativë të rëndësishme kulturore. Faleminderit. Faleminderit nën kryetare, para se të vazhdojmë, unë dua t'i falenderoj edhe t'i përshëndes Bacen Lilje dhe Molla Xhevat Kryezin që janë sot me ne. Sot nuk po promovojmë vetëm një libër, por po nderojmë një institucion, një histori dhe një brez të tërë krijuesish që kanë lënë gjurmë në jetën kulturore të qytetit të Klinës. E tillë është edhe zonja Zarife Gashi, antarja më e vjetër e teatrit të qytetit Osman Gashi, e cila ka dhënë një kontribut të madh që edhe gratë në atë kohë të mund të realizonin ëndrat e tyre dhe të ngjiteshin në skenë. Zonja Gashi, faleminderit shumë për kontributin dhe gjithë çka keni bërë për teatrin, për kulturën edhe për artin komunal të Klinës. Falenderuese gjithmonë. Në faqet e këtij libri gjejmë ngjarje që kanë lënë gjurmë, fotografi që mbajnë frymën e kohës dhe personazhe që nuk duhen harruar asnjëherë. Ky libër i jep zë historisë së qytetit tonë. Ftojmë tani recenzentin e librit, shkrimtarin Mikel Gojan. Mirë dita, ju përshëndes.
sot është një ditë e veçantë për klimën, për më gjerë, që përshënojmë një ngjarje tepër historike. Kemi 5 vjetorin e themelimit të këtij tempulli të kulturës, këtij tempulli që për 50 vjetë ka mbajtur gjallë shpirtin kulturor shqiptar. Sot vërtet në prezi i atyre viteve kur është themeluar ky institucion, kemi emocione shumë të rritshme dhe tepër të natyrshme. I shoh këtu veprimtarët e atyre viteve që me tërë qenin kanë punuar për ta masivizuar dhe zhvilluar kulturën të Klinës. Unë kom përgatit kështu një kujtesë të librit që e kam titulluar Zëri që jehon në një gjysmë shekulli e nuk ndahet. Ismet Krasniqi e Prand Bozhala. Gjysmë shekulli shtëpisë së kulturës Jehona Dragagjini, në shtëpia kulturëse Klena Grafik, Prishtinë, 2024. Monografia e autorëve Ismet Krasniqi e Prand Bozhala për gjysmë shekull e shtëpisë së kulturës Jehona Dragagjini përfshin historikun e veprimtarive kulturore, koncerteve, shfaqje teatrale, gazetës lokale, letërsisë, arteve figurative, festivaleve e tjerë për një gjysmë shekull. Shtëpia kulturës Jehona Dragagjinit është një nga institucionet më të rëndësishme në Klinë, e cila ka shërbyer si qendër e kulturës dhe artit për më shumë se gjysmë shekull. Ajo ka mbajtur mbi super një barë të rëndësishme në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, si dhe në zhvillimin e aktiviteteve artistike dhe kulturore që kanë kontribuar në edukimin dhe formimin e brezëve të ri. Në këtë monografi autorët kanë shqyrtuar historikun e këtij institucioni, veprimtaritë e tij, ndikimin shoqëror, kulturor e nacional, si dhe rolin që ka luajtur në zhvillimin e jetës kulturore të komunës së Klinës dhe Mëngjerë. Shtëpia e kulturës Jehona Dragagjini është themeluar në vitin 1969 si një institucion, si iniciativë për të tubuar dhe zhvilluar traditat kulturore të këtij mesi me fokus të veçantë në trashëgimimin historike dhe kulturore të popullsisë së këtij mjedisi. Kjo shtëpi kulturore ka pasur një rol të rëndësishëm për mbështetjen e zhvillimit dhe të artit dhe të kulturës, si dhe në organizimin e aktiviteteve të shumta, duke përfaqësuar kulturën klinase në mënyrë më dinjituese në Kosovë, Shqipëri dhe Evropë. Autorët pohojnë si fillimet e saj, aktivitetet e kësaj shtëpie kulture u procedurën kryesisht në aktivitetet të natyrës entuziaste, po shpejt u zgjeruan në fushat e tjera të artit, duke përfshirë muzikën, teatrin dhe letërsinë. Kjo qendër kulture ka pasur ndikim të thellë në ruajtjen e traditave të artit popullor, duke i bërë ato të pranishme për brezat të ndryshme. Janë organizuar një serë koncerte dhe ngjarje muzikore që kanë promovuar jo vetëm artistët lokale, por edhe emra të njohur jashtë Klinës. Kanë përfshirë një gamë të gjerë të zhanre muzikore, duke filluar nga muzika folklorike deri tek ajo moderne dhe muzikës tradicionale. Ngjarjet e rëndësishme kanë qenë festivalet teatrale dhe sultete fshatare, se festivalet teatrale
dhe sumitetet fshatare kanë qenë ngjarje të rëndësishme që kanë pasqyruar jo vetëm zhvillimin e artit dhe teatrit, por edhe thellësinë e lidhjes mes qytetit të fshatit, mes jetës urbane dhe asaj rurale. Pas luftës së Kosovës, teatri ka qenë një nga format e artit që ka kontribuar fuqishëm në ringjalljen e shpirtit të popullit të kësaj zone dhe pasojë vujtit të shpirtit të rezistencës dhe dëshirës për liri. Në këtë periudhë, festivalet si festivali tradicional i këndojmë lirisë, kushtuar herojt të kombit, Muj Krasniq, komandant Kapuq, që është një festival që është organizuar bashkë me komunën e Klinës. Pastaj, ditët e teatrit në shenjtë e emrit Osman Rëshidgashi e tjerë. Autorët përqendrohen edhe te koncertet të muzikës që ishin performancat e orkestrave dhe muzikantëve të njohur që kanë sjellur në qytet e emrit të rëndësishëm të muzikës së shqiptare, një nga doajenët të muzikës shqiptare që nga themelimi i kësaj e kemi edhe profesorin e nderuar profesor Zeki. Teatri ka pasur dhe të ashtu një rol të rëndësishëm në aktivitetet të shtëpisë së kulturës i Ivona Tugazini. Shfaqjet teatrale që janë mbartur kanë shërbyer për të zhvilluar aftësitë e aktorëve lokal dhe për të sjellë në vëmendje problematika sociale dhe kulturore. Gjatë viteve, Qendra Kulturore ka organizuar për audiencën e gjerë që kanë përfshirë drama klasike, komedi dhe drama moderne, gjithashtu ka pasur dhe shfaqje për fëmijë. Një prej elementeve më të rëndësishme të shtëpisë së kulturës ka qenë gazeta lokale Ivona Tugazini, e cila ka shërbyer si një medium për të informuar dhe për të nxitur aktivitetet kulturore dhe sociale të komunës. Historia e trashëgimisë është një rrëfim i vazhdueshëm, i formuar nga ndikimet e shumta që ka pësuar në shekuj. Në rastin e qendrës kulturore Ivona Tugazini, trashëgimia ka boruar nga një këshiltim i elementeve të kulturës popullore, arkitekturës tradicionale, artit, muzikës dhe folklorit të rajonit. Një nga hapat e parë në rrugën e trashëgimisë është hapja e ekspozitave dhe krijimi i muzeve të dedikuara për kulturën tradicionale të rajonit. Shtëpia e kulturës është simbol i qytetit, shpirt i kulturës që e lidh me të kaluarën. Historia e kulturës të Klinës është një histori e ballafaqur me sfida, dyshime dhe ringjallje. Shtëpia e kulturës ka pasur një rol të veçantë për këtë rrugtim, duke luajtur një rol të rëndësishëm në rrugën e zhvillimit dhe ringjalljes të trashëgimisë kulturore, ndërsa ka pasur përmes periudhave të ndryshme të ndryshimit të shpejtë shoqëror dhe politik. Në këtë monografi shqyrtohen disa prej kthesave më të rëndësishme historike që kanë ndikuar në zhvillimin e kulturës në Kosovë, duke përfshirë periudhën e komunizmit, dalimin e aktiviteteve kulturore gjatë viteve 90 nga regjimi serb dhe ringjalljen e kulturës në Kosovën e pavarur. Është të rëndësishme kjo monografi, jo vetëm për Klinën, por për mbajtjen kulturën e këtij populli, sepse zëri i Ivonës së Tugacinit ka jetuar anën mbar Kosovës dhe në Shqipëri dhe Europë. Prandaj trojë etnike e sidomos edhe në botën e jashtme në diasporë është një zë që vazhdon e jehon në secilin kohë. Këtij zëri jehon analiza dhe lëndra pasur dokumentare e këtij libri. Autorëve Krasniqi dhe Bozhala ju uroj
shëndet, suksese dhe mbarësi në prioritetet e tjera. Faleminderit. Faleminderit zoti Bojani. Teatri është dashuria e tij e parë. Është nditur në skenën e tij qindra herë gjatë jetës. Por nuk do të mungoja sot, do të ftojmë në nduart rrokike tuaja aktorin Ismet Krasniqi live. Përshëndetje për gjithë. Emër për emër ju faleminderit që merrni një pjesë. Do ta deklamoj një pjesë timen që shkruar. Po çka po dojnë marata që? Po dojnë fare që. Po jo, marë jo. S'mund të qesin fare për i saj kem të atje me vasha si Petrita. Po marë të madha. Nuk di sa këtë mirë kjo punë. Luft është. Po një mërë shqiptare në luft më dasën. Hatri një vëgjës. Nuk po flazët me vetë, po me ditoj, amo moje men mirë, gjithmonë, pas shiut e breshët rëzërdjeli, pas luftës vjen liria. Dhe pasha të ofishirë, gjithë ata që kanë rrë për lirinë e Kosovës, janë ma të gjallë se një të gjallë, dhe të jetojnë sot ka shqiptar mbi këtë tokë. Të nderuar pranishëm, autorët e këtij botimi të rëndësishëm janë dy figura të njohura të jetës kulturore dhe intelektuale të Klinës. Ismet Krasniqi, një emër i njohur në skenën artistike si aktor, kontribues i hershëm dhe i palodhur në zhvillimin e teatrit dhe artit skenik në Klinë. Për shumë vite ka qenë pjesë aktive e trupes artistike të Shtëpisë së Kulturës Jona Dugagjinit, duke sjellë rolet pa harrueshme që kanë lënë gjumë në kujtesën tonë kolektive. Përmes këtij libri, ai sjell një dëshmi të gjallë, të ndjerë të sinqertë për jetën artistike që ka jetuar vetë. Prem Buzhala është një shkrimtar, studiues dhe publicist me një krimtari të gjerë dhe të qëndrueshme. Me penën e tij të mpret e stilin e tij të veçantë, ai ka dhënë kontribut të çmuar në letërsinë shqipe dhe në fushën e publicistikës. Në këtë libër, ai sjell një këndvështrim të thellë analitik dhe dokumentues për rolin e kulturës në jetën shoqërore në Klinë gjatë dekadave. Së bashku, ata kanë realizuar një vepër që i flet brezave, për të ruajtur kujtesën kulturore e për të frymëzuar të ardhmen. Fjalën ja kaloj Prem Buzhalës, shkrimtarit e kritikut letrar e gjithashtu edhe bashkautori i librit. Ju përshëndes gjithëve, padave, edhe stafin komunal, kësa radhët që sigurisht që kanë punë, jam dhamë shumë o punë dhe kanë po parasysh që do të kenë punë ma të rëndësishme. Dhe në veçanti, i përshëndes gjithë ata reprezentantë të kushën kulturës, të zarishën nga Neon, veterantë të qitimin nga Klina gjithë tjerë, që të pas një grupë të malishevëse që ka arë mesin tonë, reprezentantë një kulturës, të nderojnë këtë të bimë, kriju që kanë arë nga Gjakova, nga Roveqi, nga Skanderaj, nga Drenashi, nga Prishtina, nga Gjakova e nga viset tjera. Ju falenderoj shumë. Sot është një ditë e veçantë, e tha dhe shqipje në fillim, që quhet dita e librit, dita ndërkombëtare e librit. Dhe kjo ka bërë për vitin 1995, në shenjë të nderimit të dy figura madhore këtë shqipë botërore, të Shakespeare-it dhe të Cervantesit,
me librat e cilëve janë rigjenata me lektyrën e të shkollore, që kanë vdekë në këtë ditë në prill të vitit 1665. Dhe është shndërruar në një festë botërore të librit, për hir të nxitjes së leximit në këtë kohë kur ka shumë sfida përballë librit. Nga ne shpesh, si të marri, po themi me shpirtin e këtu, po na thonë, në çka po merren tash? Po e po merrem me libra, kështu po i kërëm vetës po. Njëri tha, me libra, mirë është ta, unë keni po, mjaft për me hum kohën, atë me libra. Mirë po, le ta themi pak ma ndryshme. Përgjigja ishte kjo, po kemi punë më të meshme më morë diçka tjetër përveç se me libra. Atër, përgjigja vetë ose puna më meshme është me libra merresh. Dhe nuk e kemi pas të rëmen as dhja sot as nesër të e që këdoa për librit. Dhe këtu sot vigne e këtë titull që është signifikues, e zhjellë bashkë me Ismetin, gjysmë shekulli shtëpisë të kulturës Johona Dugagjinit në Klinj. Është një kujtesë e kulturës dhe historisë kulturore të Klinjës. Qytetit Klinjës, kësaj shtëpie të kulturës tu, dhe përgjithsisht të zhvillimit kulturor të ndaj. Dhe urtheni gjysmë shekulli. Nuk janë pak. Ka kaluar e gjysmë shekulli, por kështu është për shkak që është punuar pak më herët libri. Dikur Klina identifikohet. Një qytet i ka shajat e identitetit vetë. Identifikohet me vatën e kulturës Johona Dugagjinit. Identifikohet me kujtesët urbanistike të vetë. E keq është që nuk e kemi kuptuar mirë këtë dimension kujtesës urbane, që është kujtesa e një qyteti dhe historia e një qyteti. Është shkatror objekti i dikushëm, sigurisht që ky objekt është më i mirë. Mirë po kujtesa urbane e një qyteti kur nuk preket. Dhe këtu sigurisht që njerëz të kulturës e kanë ngritur atë zërin e vetë, revoltën e vetë, se njerëz të kulturës që fund kanë qenë lloj opozite se thoshe politikë dhe pushtetën, pa vonë parasysh çfarë sistemi ka qenë. Dhe nuk ishte rasti që dikur sistemi një Jugosllav ndiqeshin njerëz të kulturës. Dhe survojoheshin, përcilleshin për organet sigurimit, ashtu si e kanë kujtesë edhe njerëz që të atyre gjeneratave. Dhe nuk është dashur sigurisht atë kujtesë urbane prishet qoftë me një objekt një shkolle fillore që e ka gati një shekull. Apo edhe me qoftë me një hotel që ka pas emrin e bukur Mirusha. Mirë po, pse po tham ta? Ky libër na sfiton këtë aspekt. Balli Ismeti ishte propozimi i tij ta vënë ndërtesën e dikush të shtëpisë kulturës. Që ta fotografojnë të këtë ndërtesë këtu. Dhe to është e kujtesa dhe historia. Sfidon, sot në thot, a është ajo ndërgjegje historike e identitetit tuaj. Apo vetëm e kemi atë kujtesën se sikur gjithçka fillon me ne, për zerës. Këto kultura dhe historia në kulturë në thot, nuk fillon për zerës. Kemi bukurojnë klashtë, edhe kulturës dhe historisë. Dhe parandaj, në kom, nuk e ka vetëm historinë e luftave, ose betejave tjera, pa ka edhe një histori kulturë. E ka edhe një histori arsimi, e ka edhe një histori shëndetësisë, apo të sportit, tjera, që tashmë janë shkruar disa libra për to, për ta paraqitur në plot vetën si kompi civilizuar para tjerëve. Nuk kemi vetëm kompi kaçarë, apo i luftarë, apo i njerëzve që do më thonë vrapojnë pas një arme, po edhe i dijes edhe i kulturës e tjerë. E thot Camus atë dukun një shkrimtari shuar francez, thot shpirtin i kombi është kultura shpirtin i kombi. Fryma dhe shpirtin i kombi më afër njerëz i lirë. Edhe pa shpirtin i kulturë thot është një kom pa rënë të vetat.
Ne nuk guzër të prejmë ato rënë, qoftë duke këtë formë. Me që të atë ruhet, aja kujtesë të në formë libri. Dhe në këtë dimension, dhe shtë të thëmë pra se edhe këto në këtë libër i ka protagonistë të vetë, kulturës, për një gjysmë shekull. I ka ngjarjet e veta, ka festivalet e veta, edhe librat e veta, edhe autorë, edhe muzikantët e vetë, edhe kompozitorë, edhe aktorët e vetë, edhe shkëntarët e vetë. Ishte andër dikur, andër e njerëzve që të nxiteshin skenë, rasët e skenës deri para një publiku të manifestonin vlerë. Dhe nuk kanë mundur gjithë dalë në skenë, sepse ka pas kriteret të rekta vlerë. Sigurisht, kur për balafaqën të faktit, për them që është kjo kohë të ashtë në balafaqën me një realitet tjetër. A thu, a është gjithë është shembër, apo është dërfu një sistem tjetër vlerësh. E vërtet është se tash në këtë kohë epokës digitale ka ndryshuar shumë qka. Leximi nuk është mo aj pasioni dikushëm për të lexuar një libër. A mund bëjmë diçka ma shumë të nuk e kemi ta shumë njerëz të pushtetit lokal, kemi mund bëjmë. Në çdo 20 metra këtu në Paklinë e kemi nga një kafenet ndërtuar. Ishte një apel i njerëzit kulturës, paku një sallë leximi të ndërtuar. Në një 200 kafenete, që ndërtuar 300, ku më disa. Mirë po, nuk është para shëshme, sepse duhet të hapen vazhdimisht kafene edhe aty të hupin kohën të rritë. Nëse të ishte një sallë leximi ku studentët edhe të rritë edhe tjerë do të shkojnë aty të lexojnë. Dhe jo të hupin kohën vetëm kafene. Tjetër, prandaj është sfida kjo vjen në këtë rast. Kjo nuk është thjesht vetëm një kujtesë në këtu. Se historia një kombe është historia e kujtesës, e dëshmive. Dhe jemi populli dëshmiste, nga ne është shpesh e të rëpyve kështu. To është dhënë një dëshmi, e një gjysmë shekulli. Po a thu para të gjysmë shekulli a kemi histori, ku jenë 2000 vjetë tjera. Vjetë të kujtojnë të në Kosovë, bje fjala se një është 10 një kulturë. Po i përmenë në Kosovë, vitë 70 për shambull, shkëmtarë me si Ali Podrini, apo artist filmi si Bekim Femil, apo muzikante famshme si Nezmia Pagarusha, apo dhe të fusha e tjera të artit e pikturës e tjera, teatrit që janë shenjë, jo vetëm nacionale, po dhe botnore, e kishtë dikur, në kohën e Shakespeare që i përmenë në fillim, edhe dy njerëz, edhe një njerit madhë, Pjetër Bogdani. Më vonë një pasus i tij edhe ishte edhe Gjeçuri, që ka punuar të në klinë. Dhe ajo është historia jo, mirë po janë shekull, e shumë. Prandaj, është borç që të paktën ndaj vetvetes, edhe ndaj ato në gjurmën që kemi kaluar deri tash, ta kemi dëshmi për vetvete. Ta kemi në gjitha fushën. Dhe këtë dëshmi do të bëjnë njerëz që dinë shkruajnë. Shkondën pak për tempelizmin, njerëz që dinë shkruajnë, dinë shkruajnë lexim, kanë kryer mjaft fakultete. Mirë po, fati është që në kulturë, në këtë qendër kulturë, tash ka gjenerata të reja. Vinë gjenerata të reja, vinë aktorë të ri, vinë ata që e kanë pasion kulturë, dhe sigurisht i kanë rezultatë të veta këto. Shumë thjesht të ndjeri në Kosovën e lirë, edhe me festivale, edhe me botimet panomatat librit, edhe me provojme librash, në kohën që është me këtë paradokse, kur botohet kaq shumë libra dhe ka kaq pak lexim. Sigurisht që epoka moderne tash, me anë të digitalizimit, me anë të mjetëve digitale, teknologjisë informative e tjerë, e runë këtë kujtesë kur e gjizon ose sikur këtu që janë kamerat ose fotoaparatë. Dikur të na mungonë. Nuk është rujtë e kujtesë, është vetëm bashkëmë çfarë ka qenë, një disë aparati thjeshtë çfarë ka qenë. Ose edhe një artikull gazeti po çfarë ka qenë. Ato e përshnitur këtë libër, janë ato dëshmitë. Mirë po, le të shfrytëzohet kjo përparë,
në shpëzot si gjemi një ndërgjegje për vetë vetën, për djeshtën dhe për sotme, për shkak që kultura është ajo që jo vetëm e mban shpirtin e kombit, por pa kulturë nuk mund të ketë zhvillim ndërgjegjes as nacionale, as le ta themi edhe globale në këtë aspekt, sepse duhet të kemi një shtat që ecën përpara. Gjithnjë duke të dëshiruar është edhe një herë që të kalojnë mirë, ju falenderoj për këtë. Të nderuar pranishëm, personi që do ta ftoj në vazhdim ka qenë udhëheqësi i parë artistik i shoqërisë kulturore artistike Jona e Bukaxhinit në Klim. Ai ka kontribuar me formësimin dhe zhvillimin e artit dhe kulturës me punën e tij të palodhur, ka lënë gjurmë të thella në historinë e këtij institucioni të rëndësishëm. E ftoj për një fjalë përshëndetje zotin Vesel Zek. Përshëndetje të nderuar të pranishëm, dashamirë të artit e të kulturës. Spari më lejoni që këtyre dy shkrimtarëve, që tani më kanë kalu kufit e Klimës, po edhe të Kosovës, Fren Burzhales edhe Ismet Krasniqit, që uroj për promovimin, për botimin e monografisë, për mua shumë e rëndësishme, dhe ti përgëzoj për këtë monografi, ti përgëzoj për vizionin e tyre, që një periudhë 50 vjeçare, gjysmë shekullore, nga kujtesa e popullit, ta batin dhe ta arkivojnë në libër, me çka e kanë bërë të pavdekshme këtë periudhë të zhvillimit të artit dhe të kulturës në komunën e juaj. Nuk kam pas mundësi ta lexoj monografinë dhe nuk du të hyj atje sepse për atë kanë folë shkrimtarët, dhe ju sigurisht që do t'i lexoni dhe do të njiheni me atë periudhë të zhvillimit të kulturës, por me që jam një nga dëshmitarët, po kulla dëshmitarët pjesëmarrës që në fillim, që në vitin 69, tetori vitin 69, dhe për 4 vite me radhë, isha në shtëpinë e kulturës i Jona Bukaxhinit, sepse në atë kohë për të punaja si mësimdhënës gjimnazit Ljush Gurakuqi, dhe për fatin e mirë aty pata nderin të thamë, privilegjin, të takoj njeriu në madh që pati Klina të artit e të kulturës, profesorin, piktorin, dramaturgun, poetin, po çka të thëmë gjithçka ishte Osman Rashid Gashi. Osmani punonte edhe si drejtori i kulturës, po edhe si profesor i arteve pamore, pra pikturës. Dhe ne në gjimnaz u takuam, në gjimnaz u miqësu, dhe për 4 vite së bashku udhëtu në zhvillimin e kulturës së Klinës. Mund të them se ishte periudha më frymëdhënëse e zhvillimit të kulturës në vitet e 70, krahasu me periudhën e mëparshme, sepse u arrit që Klina të bëhet vatër e organizimit të festivaleve në nivel atëherë krajinor, po tash nivel republikan, të nivel shtetëror. Ka shumë kujtime, sepse kanë kaluar shumë vite, por do të ndaj një 2 kujtime të mia që kanë bërë gjithmonë dhe do të mbesin derisa unë të vdes. Derisa përgatitej drama, pjesa teatrale për Kafshatën e Bukës, regjisoris cilës ishte Osmani. Në atë kohë, unë mbaj mend, dhe se këmë haru kohë, se të haraj kohë. Osman Gave nuk e kam gjep dikun për këto 50 vite që unë
jetoj me kulturën dhe angazhohem në kulturë. Nuk e kam gjetë askund një shembull të tillë. Ora gatje 12 e natës, Osman Gashi, e nderuar Azarife Gashi, që është këtu, dhe Hamid Krasniqi, edhe unë, në shtëpinë e kulturës, përgatitej dramën për Kafshatën e Bukës. Unë kisha një detyrë tjetër, nga aspekti muzikor, që të bëja muzikën e tyre, dhe më duhet ta përcjellja atë aktivitet. Dhe djali i Osmanit, Bekimi, flinte në karrikat e para të kulturës, ndërsa këta dy bashkëshortë ushtrojshin, zhvillojshin aktivitetin e tyre kulturore. Kjo ishte një. E dyta ishte, derisa unë drejtoja ansamblin muzikor të Jehonës së Dugazhinit, ishte ansambli i parë që u formu dhe që e drejtoha për 4 vite. Duhet të them diçka, nuk kam pa shembull tjetër që antarët e orkestrit të më vinë prej Ljubizdës së Malishevës, prej Kievës, prej Drenasit, Shaqirhasit, prej Ujmirit, prej shkollës së Jashanicës, prej Zllokuqanit dhe prej gjimnazit, antarët e orkestrit që udhëtonin për të marrë pjesë në provat e orkestrit, për të përgatitur një koncert i cili në ora 16 e ndej e mbush tek linën me spektatorë, derisa ata hynin brenda dhe i dhoshin klinës atë bukurinë që qyteti e merrte me prezencën e qytetarëve edhe dashamirëve të ati. Pra, ishte një shembull i rrallë. Ata njerëz nuk kanë marrë kurrë shpërblimi. Ata e kanë zhvilluar aktivitetin e tyre bazuar në vedijen e tyre të lartë, sepse ishin drejtora shkollash, ishin profesora, ishin muzician, ishin struktura tjera, kishte jurist, kishte gjithçka, por që ishte një bërthamë e cila e fuqishme, e cila e boni periudhën e ndritur të zhvillimit të kulturës në klinë. Unë tash ndjej një kënaqësi të posaçme për një arsye tjetër. E këta njerëz që po shihni këtu, përfaqësues të artit, dikur ishin nxënësit e mi në gjimnazin e Klinës. Sidomos Prani, Shaqirfoniqi, Mikeli, Smeti, Gjoni e shumë të tjerë, që s'muj tash me o përmen emrat e gjithë. Tani, këta u bon frymëzim për mos paku, besoj për të gjitha ta mësim që ju kanë mësim këtyre. Kur tani këta jënë bërë elit e zhvillimit të kulturës së Klinës, elit e zhvillimit të kulturës edhe të Kosovës, kanë kalu kufit e Klinës. Këta tani janë artistë të mbarë kombitorë. Kjo është ajo që mu personisht më frymëzon, më kënaq dhe unë nga zemra ju dëshiroj sukseset më teshme, ju dëshiroj sukseset e drejtanishme, po gjithni që të mos ndalen. Ju falenderoj për ftesën që keni bërë për të marrë pjesë në këtë manifestim kulturor. Ju dëshiroj Klinës zhvillim në të gjitha fushat e jetës suaj, që të keni një jetë sa më të emancipuar, sa më të zhvilluar, një jetë sa më të lumtur. Ju falenderoj. Zoti Zeka, falenderit shumë për kujtimet e bukura dhe emocionet që i keni sjellë dhe për të pranishmit. Zoti Vesel Zeka, i Pran Buzhala dhe Ismet Krasniqi sot janë pritur në kabinet nga kryetari i komunës, zoti Zemun Eleza, me qëtasi nderuar edhe Mimir Moja, ai në pamëndësi për të qenë tani këtu, e ka zhvilluar një takim me ta pakës më herët,
për t'i ndërruar dhe për t'i falenderuar për gjithë kontributin që kanë dhënë për klinën, për artin e për kulturën e përgjithësi. Në takime të tilla asnjëherë nuk mungojnë miq, sot kemi mysafir nga Peja, Prishtina, Malisheva, pastaj nga Gjakova, Kamenica, Skenderaj, Ferizaj, Grenasi. Faleminderit shumë që keni gjithë kohë të jeni sot këtu me ne. Nuk mund ta kalojmë këtë promovim libri pa i dëgjuar edhe disa poezi. Do ta ftoj fillimisht zotin Shaqir Foniqi, një gazetar shumë vjeçar, por edhe një kryues i madh. Zoti Foniqi, ju lutem mund të vini. Jam mëse i nderuar, madje edhe i emocionuar që gjendëm këtu në mesin tuaj, miq të dashur, të respektuar, i nderuara zonja nënkyetare Tanushi Selmanej. Miqtemi, jam bashkë shumë milion për që po i shoh profesor të mi, profesor Gritushi, profesor Ganimorinën, profesor Veselzekan, mikun tim klasës, Tren Buzhala, në Keri, Ismetin ma, tashma, kam një pyetje për ta ku po e gjenë gjithë të energji, të fuqi, i nderuar në ma Gjevat, do t'i këllëzirë gjithë miqtemi, ndërë, gjithë ju që jeni prezent. Unë po shpalos për herë të parë këtu, në vitin 1978 isha pranuar gazetar në televizionin e Prishtinës dhe siç ndodh zakonisht, gazetarët fillestar kanë dëshirë që shërimin e parë të bëjnë nga vendinja vetë, e nderuar zonja Zarife, po ashtu respekt. Për kuron si bashkon pasës vetë se ja pas ka fillu shaqë këtë rast me punu në televizion. Dhe kjo ishte një dukurit me të ndodhë në gjithë gazetarët fillestar të televizionit Prishtinës dhe në tukët ka qenë premiera shfaqjes tuka jo në Koljakovës, Shtashaljanët apo do një shfaqje tjetër dhe unë edhe sot eroj atë material diku në arkivat e televizionit Prishtinës, biseda ime me të madhin Osman Rëgashi, si që njëhë e kom pasur dhe profesor Kartit në Kijev, por po them se Klina në proporcion me numrin e banorëve të Kosovës mban primatin për shkrimtar, piktar dhe gazetar. Sipas një hulumtimi tim, Klina ka dhënë më shumti shkrimtar, piktar, akademik dhe gazetar. Gjithë duke patur parasysh numrin e qytetarëve. Ceku miku i prend se kultura është gjithçka, madje edhe politika nuk ka as politikë pa kulturë. Kultura është kurrizi i kombi dhe po ja more kulturën, ai kom do të betet pa identitet. U përmend këtu Cervantesi, Miguel de Cervantes, ju e dini që ai ka qenë edhe rob nga piratët në Qil. Ai ka një shprehje se nuk ka libër në të cilin nuk gjen diçka të rëndësishme. Ky libër, këtu që keni, është një thesar i çmuar dhe unë kalifti e kam shtuar dhe kam gjetur një shënim timin gjimnazistët e Klinës në Skerë. Pastaj jam i nderuar që Llai Tahiri, që i ka dashur shumë Klinën, është mjaft prezent aty, që mos e zgjasë, unë kam një vjesh kështu, që e kom shumë përfuj se të në tren, duke ardhur, pas 20 vitësh kam ardhur me tren, po ashtu ishte një emocion i veçantë, fush Kosovë, Klinë, i kom pare vjetër natyrën shumë bukur të Kosovës sot të dashur, dhe kështu kanë rrjedhë disa vargje, besoj që janë ma shumë, do me thonë se sa do një vlerë artistike. Në ty Klinë, gjej lodhjen, qetësinë, bukurinë, femjerinë, rinin dhe pleqërinë. Në Klinë, edhe lulja njonë, edhe lulja tharë, njësoj kalaronë. Të vi në Klinë, nuk ngopën kotë, në Klinë diellin harron të prendoj dot. Ju falenderoj.
më pas zoti Idris Berisha dhe Agim Besko. Nënë dashur, kushtuar nënës Terez. Nënë dashur, sa te dua, se ti e dashur je gjithmonë për mua, moje mira, moje bardha, moje blerta, moje bukura, moje ëmbla, moje urta. Ti që shpresa e kësaj jete, ti na deshe ku na zete, moje mira, moje bardha, moje blerta, moje bukura, moje ëmbla, moje urta. Na shtrin dorën e urtisë dhe na ktheve në rrugën e dashurisë, moje mira, moje bardha, moje blerta, moje bukura, moje ëmbla, moje urta. Nana jonë, oj nana jonë, urtë dashurie që për gjithmonë, moje mira, moje bardha, moje blerta, moje bukura, moje ëmbla, moje urta. Faleminderit. Përshëndetje për ju, miqtë të librit, miqtë të klinës, miqtë dhe dashamirët e Levunës së Dubragjinit që jeni mbledhur sot nga shumë vise të Kosovës për të na nderuar dhe për të na u bashku në promovimin e një librit veçantë, i cili klinës sot jeri si dhuratë nga dy krijues tashmë që u tha edhe janë të mirënjohurit tonë Ismeti dhe Prem Buzhala. Çfarë them tjetër pos faleminderit autorëve, faleminderit juve. Tokë e bardhë. Kjo tokë e bardhë, tokë e bardhë. Me vija të kuqe gjak, sa gur ma në gji. Te ti gjergji pushoj trupin dhe kokën pushoj gjergji, bartë dhe shtrati, fjala e mbeti shpatë. Mbëroje plonk mbi shpatula, histori që rrjedh damare. Tokë e bardhë, tokë e bardhë. Duan të më shkulli nga vetja, nga frima jote, se nuk ngjajnë edhe tjerët. Dua kaldremër tu të esë, por rrugën e kam e zgabra. Dua të të prek general, po koka jote është e qielli, të lartësitë e paprekshme, mbeta rob i gjakut tënd. Tokë e bardhë, tokë e bardhë. Lash përëndit e ka ti u ktheva, Dodonën, Afroditën, Dejan, ti pikturoj, bashkë për ulimi para Zeusit. Tokë e bardhë, për sultanin veti zjarë, si parësi e velit nusës, ty të ka hije veç dhija kuqe, të ka hije, të shikosh plaget e varët, kokat dhe tokat. Tokë e bardhë me dhjet kuqe gjak, shpata gjergjit është ime. Në shumë. Unë du vetëm një evokim kujtimin nga solemnitetet fshatare. Në mbrëmje deri në ora 10, përgatitëm dramën me Osmanin dhe po na thotë, a keni komë shku me fletë? Tash po, e kam një nip, ai është me banesë private. Kur shku me aty nuk ishte qenë, hinëm për dritarje, edhe i këshin pa vjeshta ka qenë, pa këtoft, koftori aty, i morën të paketa, i ndezëm të nesëm, edhe shoku i tina, dhe pse mi kini hjek, mi kini hjek paketat, është mund zhe.
Edhe një shëtëjarë në qytet, unë dalëm një që vaktore, kur në ta ka orë një policë, ta ju keni ma vepër për në se vepër keni djekë paketë. Edhe morën borë deri në ora 1. Në ora 1 fillon të drama. Edhe nga të reshet ka të tjenë, nga dritarja për shoh një shoqet grupit për i thonë, shkothu i drejtorit se ju më burg, ose një gjyqtar ka qenë aty, edhe erdhen në kanë zerë, kur erdhen në ora 1 këtu, unë e kisha rolin e policit, edhe marrë pëndrejtin të më shojnë tajirit, 2 herë kështu pak për i natë tajirit, o budal, pasha zote myte, se po më dhamë shumë. Kështu ka qeni e ukim, e përshëndes Zaritën, përshëndes gjithë ata që kanë kontribu, në veçanti i përshëndes shokët e mi, kolegët e mi për këtë margaretar të kulturës. Faleminderit. Rada është për pak muzikë në vazhdim në këtë rapsodin Legani me këngën për Adem dhe Hamza Shari. Edhe me të fjallë se që një gjysë sheko e jam këtë skjerë këta, dik në si, në posë rastin edhe në rësan kësnisin edhe me këta bume që në të mbotra që ti përjetuim, po ma shumë nga së në koshën. I përshëndes të ndërë. Ju urojë gjithë mirat, kresi është që keni po punë të modhe. Kush po donë me shkirton, a haruta zem galicen, që bërët këngron me dham. A haruta zem galicen, që bërët këngron me dham. Në përbote kjo drenica, ka një djenë që si të zjarri, nuk e shkel këto t'ishnjo, t'u thonë mu Adem Jashari. Nuk e shkel këto t'ishnjo, t'u thonë mu Adem Jashari. Kush kaljen këdhe, prej sotit rënkot, trojat kush i flasin kërkojnë me ndonë zot, ki marrë me vlazen, tretat e me Jashari, koha nuk pret më marrë jo, kush kohë shqiptari. Hamza deri ku vendojnë, bjeshke se s'kandi, prej fole shqipet përgjojnë, qka po bëne valki. Prej fole shqipet përgjojnë, qka po bëne valki. Ka nis pushket e kërësasi, bolla Adem Jashari. Nuk e shkel këto t'ishnjo, t'u thonë mu janë zog shqiptari. Nuk e shkel këto t'ishnjo, t'u thonë mu
jashari. Kush ka len këve, prej sotit rënpat, trajet kush I flasin hejker pojnë me dëzot, ti raki mërë me dëvazen, fretat e një jashari, kohën u pret më marjo, kush ka gjak shqiptari oke. Faleminderit. Të nderuar pranishëm, libri që po promovojmë sot është një dhuratë për qytetin tonë, për ata që ishin, për ata që janë, për ata që do të vinë. Është një kujtesë e bukur se arti dhe kultura janë ura që na lidhin me njëri tjetrin dhe me historinë tonë të pasur. Faleminderit autorëve Ismet Krasniqi dhe Frank Buzhala për këtë kontribut të çmuar dhe për përkushtimin e dokumentimin e trashëgimisë që na përket të gjithëve. Ky libër është një kujtesë kolektive dhe një frymëzim për brezat që vinë. Faleminderit gjithë atyre që e morën fjalën sot, që ndanë me ne kujtime, vlerësime dhe mendime rreth këtij rrugtimi 50 vjeçar të shtëpisë së kulturës Iona e Dugaxhinit. Faleminderit shumë për prezencën tuaj, miru ta kopshim në promovime të tjera, paqe, shëndet për gjithë atyre.